Ndërsa historia flet për njerëz të jashtëzakonshëm, por edhe ata kur e kanë lexuar historinë përpara tyre kanë qenë njerëz të zakonshëm. Dhe ka plot të tjerë njerëz të zakonshëm që kanë pasur mundësi ta bëjnë historinë dhe nuk figurojnë në librat e historisë sepse nuk e kanë bërë të jashtëzakonshme që duhet për të bërë histori. Sot rruga e Shqipërisë dhe yjet që janë bashkuar bashkë kanë sjellë që ne të jemi me historinë në duart tona dhe ta shkruajmë me mendjen dhe me forcën tonë. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është një tjetër etapë e zhvillimit të vendit. Shqipëria në Bashkimin Evropian është histori. Dhe pa diskutim që nuk është e lehtë përqendrohesh në kushtet kur përtej zhurmës së përditshme dhe përnaçshme të bombave artizanale që plasin tenxhere, ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët janë turur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të Spakut, duke prerë flet arreste në tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale, dhe në rastin më të keq, kudo në botën që na rrethon, hetohen në gjendje të lirë. Siç ishte rasti emblematik i Durrësit, ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetes fletën e arrestit, ndërkohë që në dhjetra fletë të prera nuk u kursye as deri dhe një punonjëse model e shtetit, 5 vjet në luftë me kancerin dhe me një fëmijë 2 muajsh në gjë.